Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të Start për mëngjesin e sotëm, e përmenda më herët që do të flasim për mënyrën se si shqiptarët komunikojnë tashmë. E në fakt duket se interneti ka bërë punën e tij. Sipas të dhënave dhe sipas një lajmi të publikuar në Skan, duket se ne po preferojmë gjithmonë më shumë internetin për të komunikuar përkundrejt SMS-ve apo edhe më shumë telefonatave. Por për të na i bërë akoma edhe më të qarta këto të dhëna, kam të ftuar kolegen Ledina Elezi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Ledina. Mirëmëngjes, Viola. Dhe po ashtu për të na dhënë komentet e tij si ekspert i fushës kam zotin Alban Xhaferllari, ekspert IT në një lidhje Skype në këtë moment. Ju përshëndes. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Ledina, po e nis me ty. Cilat janë arsyet kryesore që kanë nxitur rritjen e përdorimit të internetit dhe rrjeteve sociale nga shqiptarët në periudhën që është marrë në studim këtë herë, që është mars qershor 2024 apo jo? Unë do thoje që rritja e përdorimit të platformave sociale ka sjellë automatikisht një rritje më të madhe të përdorimit të internetit. Pra, shqiptarët kanë shpenzuar edhe më tepër internet pikërisht për rrjetet sociale. Në fakt që prej periudhës së pandemisë së COVID-19, pra që prej 2020-s, si rezultat i karantinimit e kështu me radhë, shqiptarët u detyruan që punën e tyre dhe aktivitetet e tyre t'i kalonin të gjitha online. Dhe gjithashtu për shkak të kufizimit të lirisë së lëvizjes së tyre, do kishim edhe një, le themi, për shkak se nuk kishin ku ta kalonin tjetër, le themi, kohën tyre të lirë, do kishim më tepër një përdorim më të madh të rrjeteve sociale. Edhe pas përfundimit të pandemisë, pam shumë persona të cilët filluan të shikonin punën online si një alternativë, le themi, pasi ishte më komode, ishte më thjeshtë, prandaj kishim edhe, le themi, një shtim të përdorimit të internetit që prej asaj periudhe. Gjithashtu edhe të rrjeteve sociale, sepse dihet që në periudhën e pandemisë, rrjetet sociale patën një boom tepër të madh, boom i cili vazhdon deri më sot, sidomos me platformën e TikTokut, e cila është mbyllur tashmë nga qeveria shqiptare për një vit. Po e përdorin në një farë mënyrë. Po, fakti që u mbyll, le themi, për një vit nuk nënkupton që tashmë, le themi, nuk do të ketë një përdorim më të madh të internetit apo të platformave sociale nga individët, sepse kemi parë lajme të ndryshme që sugjerojnë se cilat janë disa prej platformave më të mira dhe më të ngjashme me këtë rrjet social që në Shqipëri duhet jetë i ndaluar aktualisht. Le themi, thjesht do ketë një zhvendosje të përdoruesve tashmë nga TikToku në rrjetet e tjera sociale si Facebook, Instagram apo në platforma të reja që pritet të lançohen. Do doja një koment edhe nga zoti Xhaferllari. Ledina bëri të ditur që në fakt shqiptarët gjithmonë më shumë po preferojnë internetin përkundrejt SMS-ve apo telefonatave, edhe pse SMS-t kanë, le themi, një rritje, një përmirësim gjatë këtyre muajve që janë marrë në studim. Në fakt, sipas raportit më të fundit të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ka pasur, konsumi mesatar mujor në 3 mujorin e fundit të vitit 2024 ka pasur rritje në krahasim me 3 mujorin e tretë të 2024-s, por nëse bëjmë një krahasim me vitin 2023, kemi shqiptarët kanë konsumuar më shumë internet, por më pak SMS edhe në të njëjtën kohë dhe më pak minuta dalëse. Konkretisht, konsumi mesatar mujor i shqiptarëve internetit është diku të 8.94 GB, përsa i përket SMS-ve është diku të 13 SMS në muaj dhe përsa i përket minutave dalës është diku të 145 minuta. Pra, interneti është mbreti në këtë rast, zoti Xhaferllari. Pse mendoni që vjen kjo tendencë dhe si mendoni që janë të ndarë grupmoshat në përdorimet e ndryshme qoftë internetit në këtë rast, që shënon përdorimin më të lartë në mesin e shqiptarëve, më tej SMS-ve dhe telefonatave? Po, absolutisht, interneti është mbreti, sepse po të kujtojmë historinë e internetit në vetvete ka qenë një revolucion digital, kur është futur fillimisht në vitet 90, dhe po të shikojmë pjesën e SMS-ve, një nga arsyet pse SMS-t janë shumë pak në përdorim sot, krahasuar me vitën parë, kur nuk ishte WhatsApp-i, është sepse platforma si WhatsApp-i e bëjnë shumë të thjesht komunikimin, e bëjnë me kosto shumë më të lira falas praktikisht. Njëherë në një kohë SMS-t kanë qenë shumë të shtrenjta për të përdorur. Edhe kjo dosmërisht e ka rritur domethënë konsumimin e internetit edhe të gjitha platformave digjitale. Tani dihet që grupmoshat më të reja janë grupmoshat që përdorin më shumë internetin sepse jemi në një fazë të tillë që shumë të rinj sot kanë lindur me këtë botë digjitale që për shembull për ne 25 vite më parë kjo nuk ekzistonte, ishte diçka që ne nuk kishim as WhatsApp, kishim thjesht internet të thjeshtë dhe s'kishim këto platforma
nuk ishim smartphone-at që mbi të gjitha atëherë ishin shumë të thjeshtë dhe në aplikacionit të në celular kishe thjesht SMS-t, nuk ishe në një platform tjetër komunikimi. Edhe kjo është domethënë çfarë ka bërë konsumimin e platformave digjitale që të shtohet në mënyrë masive edhe në Shqipëri. Sepse në Shqipëri ndryshimi që kanë bërë në vitet e fundit është që interneti është futur masivisht, 4G-ja është futur pothuajse në gjithë territorin e Shqipërisë, krahasuar përsëri me vitet më parë. Pra, do doja në fakt të ndaleshim tek një lajm i fundit dhe do t'i rikthehemi patjetër me njëherë bisedës. Por kemi parë një lajm i cili na tregon që Shqipëria është ndër vendet që do të ketë wireless, do të ketë Wi-Fi falas për të gjithë qytetarët. Tani, pikpyetja e madhe që mbetet në këtë rast është sa të sigurt jemi, pra sa të sigurta janë të dhënat tona nëse funksionon një formë e tillë. Të kemi internet falas, që është një dobi shumë e madhe, nuk kemi pse të paguajmë paketat të ndryshme interneti dhe shpesh herë ne e dimë që jemi të detyruar të vendosim shumë konsiderueshme para sepse edhe përdorimin në një sasi të lartë e shohim, kështu që detyrimisht kemi nevojë për diçka të tillë, por nga ana tjetër sa të sigurt jemi. Tani siguria është diçka e komplikuar sot, sepse edhe sistemet vet janë shumë të komplikuara. Domethënë interneti, aplikacionet janë rritur në një mënyrë aq masive sa që është e komplikuar të garantosh një siguri 100%. Kur vjen punët e interneti falas, që do ofrohet për shembull në shtetet shqiptar me pika Wi-Fi në vende publike, në përgjithësi siguria varet garantohet nga ofruesi i internetit në këtë rast. Mund të jetë një provider që ofron internet, mund të jetë vetë shteti shqiptar, sepse celulari në momentin që lidhet me atë pikën e internetit, të gjitha të dhënat kalojnë në ajo pikë të caktuar në ky router, le të themi. Edhe në këtë moment, këto të dhëna mund të dekryptohen, sepse varet si krijohet lidhja. Dhe këtu, në përgjithësi, kjo është diçka e sigurt, sepse këto gjitha komunikimet që bëhen në rrjetet janë të kriptuara, edhe supozohet që entiteti që ofron internetin në këtë rast të jeti certifikuar që nuk dekrypton këto të dhëna, nuk i përpunon apo nuk i ruan në një farë mënyrë. Përderisa kjo ofrohet në shtetin shqiptar, kjo besoj se duhet të ketë një farë sigurie si internet falas. Pastaj mund të flasim për privatësinë e të dhënave, që është një çështje tjetër, si trajtojnë të dhënat në Shqipëri, si përpunohen këto dhe a është ligji, a zbatohet ligji në Shqipëri për privatësinë e dhënave. Për shembull në Europë, ligjet e GDPR-it e të dhënave janë shumë të fuqishme. Ka ligje shumë të forta nëse këto të dhëna që lidhen në ata provider apo në provider që kanë në Shqipëri, lidhen edhe mënyra se si trajtohen është shumë e rrallë. Domethënë ti duhet të jesh i certifikuar, duhet të kesh le të themi ligje të ndryshme për të pranuar që të mbash të dhënat i ruash në një database të caktuar. E qartë. Edhe ka ligje të batohet, fjalë. Kurse në Shqipëri është akoma nuk ka arritur në atë pikë që të dhënat e përdoruesve të ruhen në mënyrë të sigurt e mbi të gjitha ligjet që zbatohen mbi këto. Po një gjë e di me siguri që internetin e përdorim të gjithë, nga moshat më të vogla tek moshat më të mëdha. Kështu që, Lindina, besoj një prej gjërave që mbase shpeshherë mendojmë është nëse po ndryshojmë zakonet tona të komunikimit dhe nëse do na duhen ende mesazhet apo telefonatat në telefon. Sheh një tendencë për ndryshuar plotësisht në vitet e ardhshme çdo zakon të komunikimit që deri më tashmë ka ekzistuar edhe pse në formë të kufizuar, paktën sipas të dhënave?
Po, pa dyshim që po, edhe eksperti e tha mjaft mirë që fakti që është më e thjeshtë të bëhet një bisedë përmes internetit në WhatsApp se sa përmes mesazheve SMS kanë nxitur edhe më tej përdorimin e internetit. Përveç këtij fakti që është më e thjeshtë, është edhe më pak e kushtueshme le të themi, sepse dihet se si janë çmimet e paketave telefonike në Shqipëri. Aktualisht kemi vetëm 2 operatorë telefonik, të cilët janë në hetim para nga autoriteti i konkurrencës pikërisht për këtë abuzim me çmimet e paketave telefonike, dhe problemi me këto çmime të paketave telefonike, por edhe me njësitë në të njëjtën kohë, është fakti se zakonisht këto paketa ofrojnë pak njësi të mesazheve SMS dhe të minutave dalëse në krahasim me internetin. Pra maksimumi që mund të kem unë mesazhe SMS është diku te 250-500 le të themi. Po që besoj sa përdor nga ato mesazhe? Diku te 15 maksimumi në muaj, dhe për ndonjë kështu thjesht ndonjë njoftim diçka e tillë. Ndërkohë që përmes WhatsAppit ne mund të dërgojmë mijëra mesazhe në ditë, ndërkohë që sa do na dalin në muaj ato 500 mesazhe SMS që dërgojnë domethënë përmes telefonit. Pastaj dihet që pra problemi është se pra edhe vetë operatorët telefonik po i kushtojnë më tepër rëndësi ose nuk po sjellin risi në paketat e tyre telefonike përveç risive që lidhen me internetin. Dhe minutat dalëse nga ana tjetër dhe SMS-t janë ato që përdor më pak. Po ashtu dhe për vetë faktin që duke qenë se ne komunikojmë edhe me shumë të afërm tanë, sepse dihet që Shqipëria ka një numër të madh migrantësh, është më e thjeshtë dhe më levërditshme për shqiptar që të komunikojmë përmes WhatsAppit, pra përmes një face call, por edhe përmes audio se sa përmes minutave ndërkombëtare, të cilat pikë së pari janë shumë të shtrenjta dhe së dyti janë shumë pak. Kjo është ideja. Mjafton me një thirrje nga WhatsApp-i apo ndonjë platformë tjetër, mund të komunikojmë lirisht me gjithkënd. Dhe për ta mbyllur zotit Xheferllari, sepse jemi në përfundim të minutazhit, edhe pse do doja ta vazhdonim edhe më tej këtë bisedë, sepse ka shumë aspekte që mund të lidhen me të, do doja t'ju pyesja, duke marrë shkak patjetër nga ajo çfarë tha edhe kolegja Ledina Elezi, si mund të reagojnë operatorët celular dhe kompanitë e telekomunikacionit për të përmbushur pikërisht këtë kërkesat në rritje për internet. Ne kemi mesazhe, kemi minuta, por shumë pak i përdorim. Ndërkohë që internetin e kemi të domosdoshëm, sepse përmes tij, përmes një aplikacioni siç është WhatsApp-i, në këtë rast bëjmë edhe telefonatat, edhe mesazhet, edhe videokollat. Pikërisht. Operatorët telefonik që ne kemi në Shqipëri mbi të gjitha, problemi që unë shikoj në të parë është që ata janë pak, janë vetëm 2. Edhe me sa kam parë, kur vjen puna te minutazhi i internetit, shumë shpesh paketet që ofrojnë janë të shtrenjta dhe janë të limituara në gigabajt. Duke parë që konsumi i gigabajtëve po rritet vazhdimisht edhe do vazhdoj të rritet akoma më shumë, sidomos me përdorimin e inteligjencës artificiale që po sjellë rrezik të reja në treg. Operatorët digital duhet të shtojnë paketat. Tendenca për shembull që është në Europë është që paketat e internetit në përgjithësi janë pa limit sot. Për shembull, këtu në Irland ka pak a shumë 6 operatorë digital, edhe me një paket për 15 euro në muaj ti ke internet pa limit. Dhe kjo është e detyrueshme në një farë mënyre, sepse interneti po bëhet qendra e jetës sonë. Çdo gjë kalon nëpërmjet internetit. Puna kalon nëpërmjet internetit. Komunikimi, siç thamë më parë. Kështu që limitimi i gigabajtëve nuk ka më kuptim. Rrjetet që ka sot, rrjetet e fibrave optike, antenat 5G, 4G, janë shumë të avancuara dhe gjithsesi e përballojnë fluksin e të dhënave që mund të kalojë. Kështu që sot vetmja, domethënë rrugë që unë shikoj për operatorët digital është të japin internet pa limit. Domethënë kjo duket që është në horizont edhe në Europë ka ardhur. Dhe është vetmja mënyrë edhe për Shqipërinë që të avancojë në erën digjitale. Fakti tjetër është që duke qenë se ka vetëm 2 operatorë në Shqipëri, kjo e limiton edhe disi konkurrencë në një farë mënyrë dhe çmimet janë diku të shtrenjta në pikpamjen time, me sa kam vërep shumë në Shqipëri, mos të gabohem ose ti do një paket me 20-30 GB do të paguash të paktën 20.000 lekë vjetra.
Që është një shifër e konsiderueshme për një shqiptar i cili mund të marri, po themi, një pagë minimale, ndërkohë mos të harrojmë nga ana tjetër që një pjesë e mirë qytetarëve instalojnë edhe shërbimin Wi-Fi në shtëpi, kështu që janë kosto dyfishe për të përmbushur kërkesat dhe nevojat për internet. Zoti Xhaferllari, ju falenderoj për bisedën, do doja ta kishim zgjatur më shumë, por mbetet për një rast tjetër tashmë. Ledina të falenderoj po ashtu, ato mesazhet që kemi do t'i shfrytëzojmë me njëra tjetrën për të komunikuar nga një kat në tjetrin.